Vjosa Osmani po luan meqëm me Donald Trumpin. Mbram, Donald Trump ka shpërndar një artikull të Washington Postit ku përmendet presidentja Kosovës. Artikulli ishte opinion se pse Trumpi e meriton çmimin Nobel për paqe. Para se me vazhdu më tutje me analizën, mos harroni ma bëj follow. Aty përfshihen disa argumente, ndërsa përmendej edhe dalja e luftës në mes Kosovës dhe Serbisë, një çështje që Trumpi ka theksuar disa herë. Për të vërtetuar këtë çështje, në shkrim përmendej presidentja e Kosovës, e cila e ka përkrahur qëndrimin e Trumpit për ndarjen e luftës mes Kosovës dhe Serbisë. Pra Osmani jepte kredite Trumpit, janë njëtë leadershipin në paqe. Me siguri Trumpi e ka lexuar artikullin dhe është mirë që në artikull Kosova portretohet në një linjë me Trumpin. Absolutisht Osmani po e bën një real politik me qasje zgjuar. Osmani po e luan muzikën që po i pëlqen Trumpit me dëgju. Nëse Trumpi e fajson Serbinë që ka dashur ta sulmoj Kosovën, Osmani bën mirë që po ja konfirmon publikisht këtë pohim presidentit amerikan. Madje Osmani shkoi në Fox, mediumin e preferuar të Trumpit, dhe falenderoi presidentin amerikan për leadershipin në mirëmarrjen e paqes. Nëse jo Trumpi, sigurisht dikush nga administrata Trump e ka përcjell këtë intervistë që i shkon për shtati edhe Kosovës edhe Trumpit. Osmani e ka një çështje interesante në diplomaci, për cilën kam folë edhe më herët. Kaq për me sot.